Pra, ka disa. Preferenca jeme, për të përgjigjem pyetjes, është teatri. Teatri? Po. Pse? Çfarë të jep teatri më shumë që s'ta jep ekrani, le të themi? Po, teatri është një farë rrugtim prej A-s deri në Z, edhe ti duhesh ta zhvillosh edhe emocionin edhe karakterin, ndërsa para kamerës i ke edhe një 70 apo 30 shansa të bësh mirë, po në teatr ajo margina të thëmë, për gabim është shumë e vogël. Po, hapësira. Edhe hapësira, po, është shumë e vogël. Edhe, çapo ti është ma njerëzor është, sepse e kemi publikun, e kam përballë edhe energjia, ati është, ndërsa me kamerë është, zakonisht nuk kemi as partner. Është një kamerë këtu, edhe një kamerë këtu, dy mikrofona këtu, një mikrofon këtu, drita këtu, edhe një 30 njerëzë që presin ti ta krysh, edhe zakonisht nuk e shas partnerin tënë. është, po, si eksperiencë është teatri, nuk krasot. Në base edhe ajo që e merë edhe feedbackun e merë shumë njerë në teatr, dhe më thënë aty për aty, ti feedbackun e merë aty për aty, kurse për filmin, derisa përpunojt filmi, pastaj derisa del, po komentet, po kjo ajo, beso që është për gjithë artistët është edhe kjo ndjesia, që ti drejt për drejt e merë efektin e publikut, apo? Po, sidomos në film është pak keq, sepse ti ban një farë punim, prandaj ajo del mas 2 viteve, ti e shë vetën edhe thua, wow, që pas në bone, faktikisht, ndështë në herë është vetëm befasosh me vetën se sa keq e konë, në fakt. Apo jo, se thjesht ti zhvillosh çdo vit si aktor, sa më shumë që je në skenë, sa më shumë që je para kamerës, aq më shumë fiton normal eksperiencë, dhe eksperiencë e ban të vetë.